Disa ditësh ka marrë mesazhe të çuditshme nga individ, shumica të moshuar, që më shkruajnë dhe më pyesin për ilaçe dhe doktor që kam promovuar në emisionin tim. Gjeda që ka me 10 linqe, krejt si shpallco, ku zëri im dhe i personazhe të tjerë publik manipulohet për t'i bërë reklam ilaçeve të cilat janë krejtësisht pa verifikuara. Prezantuesi i famshëm televiziv shqiptar ka gjetur një mënyrë për të ulur nivelin e sheqerit me gjak pa përdorur metformin. Si ja doli? Do ta zbulojmë nga intervista. Unë jam Andi Bushati, kam 58 vjet. Prej më shumë se 3 vitesh nuk marr më metformin dhe niveli i sheqerit në gjak nuk më shkakton më probleme. Më parë ndihesha i lodhur dhe i pafuqishëm sapo zgjohesha në mëngjes. Unë ofroj një zgjidhje që pas vetëm 5 ditësh fillon të rigjeneroj organet dhe pas 30 ditësh i kthen në funksion normal. Kjo video është një pjesë e materialeve që janë me 10 orë. Ju bëj thirrje të gjithëve, është mashtrim. Kur do që shihni që unë të flas për ilaçe apo këta personazhe që shihni në video, të flasin për ilaçe dhe përdorimin e tyre, është thjesht një mashtrim. Është mashtrim që mund t'ju kushtoj shëndetin tuaj. Ndaj konsultoni vetëm me doktorin dhe mos besoni asnjë prej këtyre videove.